Rastet e mbajtjes së armëve të ftohta nga nxënësit nëpër shkolla janë shtuar ndjeshëm gjatë muajve të fundit, duke çuar në konflikte të rënda mes të rinjve, disa prej të cilëve kanë përfunduar në plagosje dhe në raste ekstreme edhe me humbje jete. Situata ka ngritur shqetësim tek prindrit dhe komuniteti i Vlorës, të cilët ndjen të pasigurt për sigurinë e fëmijëve të tyre brenda ambienteve shkollore. Të intervistuar nga Blu Televizion, qytetarët e Vlorës ndajnë të njëjtin mendim. Përgjegjësia është ndarë mes familjes dhe institucioneve arsimore. Sipas tyre, prindrit duhet të jenë më të vëmendshëm ndaj sjelljes së fëmijëve të tyre, ndërsa shkollat duhet si institucion të rritin kontrollet dhe masat e sigurisë brenda ambienteve të tyre. Të merret masa më ekstreme, se po vdesin të rinj, vrasin njëri tjetrin. Këtë e kanë dorë qeveria, sa do të bëjmë gazetare, pushtetar, e ka vetëm qeveria në dorë të marrë një masë që të marrin frikë dhe mos të bëjnë më. Se në çdo vend të botës, frika i theshim ne andej me fjalë më të thjeshtë, frika ruan vështin. Po përgjegjësia e kujt është? E vetë fëmijës e prindi? Jo, përgjegjësia më e madhe bie te prindi. Pastaj shkollat duhet të kenë shumë kujdes, t'i shikojnë, t'i kontrollojnë rojet që janë. Se kështu erdhi koha sot, pa më përpara s'kish roja, se atëherë s'dinim ne. Tani ça nuk bëjnë fëmijët? Është përgjegjësia e rojes, drejtoria e shkollës, shumë ma pak i dinë, do me thënë që kush fëmijë është më problematik, edhe atëherë të merret masa gradualisht nga prindët, nga shkolla, dhe nuk arrin këtu pastaj. Se problemi bëhet më i madh po e le. Unë e kam mbyllur atë kapitull, s'kam. Po keni nipër? Nipërit janë në shtëpitë e tjera. Vën në armë të ftohta në shkollë. Qa të thënë gjajë tyja? E kujt është përgjegjësia? Kur thë? Duhet bërë? Përgjegjësia tani fëmijët, me thënë të drejtën, duhet vetëm me prindit, duhet, po së dëgjojnë ata, vetëm mosha e madhe kështu dhe nuk të dëgjojnë. Po nga shkolla, duhet të ketë masa të shtuara? Shkolla duhet të ketë masa dhe shkolla, unë kam qenë në Amerikë, edhe kam qenë shumë kohë, edhe neve, me thënë drejtë nga komunojnë njësë, kur fuqë fëmijët tanë, e qonja unë djalin e djalit, edhe nga komunojnë tëra komplet edhe për përgjëm. E kujt është përgjegjësia? Përgjegjësia e prindit, po ka prindit janë pa përgjegjësh, si kontrollojnë, si bëjnë, edhe ai mban thikë, mban kaçavida, mban mitet tjera sporte. Nga ana e shkollës? Shkolla ka rregullat e saj, do të bëj kontroll, siç bëhesh një dikur. Pa ju se keni arritur asnjëri atë kohë. Ka ndodhur disa raste që janë konfliktuar nxënësit me njëri tjetrin? Po, e kanë cikat në xhep kaçavida disa, e ka marrë jetën shumë raste. Tash ato i ka edhe shteti, edhe shkolla, edhe prindi. Unda. Se edhe shteti duhet të kontrollojë, se ata që bëjnë ato janë në grupe, vjen edhe shkollë, e shoqërimi. Përgjegjësia e para është e prindit. Të lumt. Pastaj është e mësuesit, se prindi duhet të kujdeset më shumë për fëmijën se sa mësuesi ka gjithata atje. Vetëm kaq, po dhe shoqëria influencon shumë. Është një nga... Se zonja ka qenë mësuese, prindrit, po, prindrit jo, prindrit është e vërtet, shoqëria edhe shkolla. Midis nxënësve kanë arritur deri në plagosje. Po e dim, ka ndodhur dhe në atë kohë, kur ishim ne të rinj, po nuk merrte njeri thika, sepse kishte rregulla. Edhe për ishte vogël kështu, nuk lejmë, komplet, s'të thënë. Qytetarët theksojnë se parandalimi duhet të nisë herët, duke identifikuar problemet sociale dhe konfliktet që lindin midis të rinjve, përpara se ato të kthehen në ngjarje tragjike.